u shku një herë Rasulullah alayhi salam të njani prej shokëve tina, edhe i ka thënë: Allahu më ka urdhëruar mua me ardhë tek ti edhe me të lexu Kur'an. Domethënë, Muhamedi alayhi salam u shku te ai dhe i ka thënë: Allahu më ka urdhëruar mua që une me ardhë tek ti edhe me të lexu Kur'an. I ka thonë ky shoku i Rasulit alayhi salam: A Allahu ma ka përmend emrin mua? Thot Muhamedi alayhi salam: Allahu ta ka përmend emrin ty. Thot ky shoku i Rasulit alayhi salam: A Allahu më ka emërtu mua, ma ka përmend emrin mua? Thot Muhamedi alayhi salam: Allahu ta ka përmend emrin ty. Edhe i ka lexu Rasuli alayhi salam Kur'an. Thot Muhamedi alayhi salam për këtë shokën e tina, thot: lexuesi më i madh, më i mirë i umetit tam. Kë ka emrin Ubej ibn Ka'b. Lexuesi më i madh, ka thënë Rasuli alayhi salam, Ubej ibn Ka'b, për 6 ditë e ka lexu Kur'anin. A di pse po përmani këto ashtu musliman? Ubej ibn Ka'b u kanë imami i parë i taravive. Domethënë, Rasulullah alayhi salam njëtën e tina i ka falë një natë taravit me musliman që në qëllu në gjami. Edhe natën e dytë ata shokët e tina e kanë përhap lajmin që sante e këna falë një saleh mas kohës të jacis shumë mirë. E natën e dytë që në mbledh shokët e Rasulit alayhi salam edhe ma shumë. Edhe ja u ka falë Rasuli alayhi salam namazin e taravive. E natën e tretë nuk ka dalë Rasuli alayhi salam heq, edhe pse u mbledh numër i madh i shokëve të Rasulit alayhi salam për më falë namazin e taravive. Thot Muhamedi alayhi salam: nuk është dalë Rasuli alayhi salam për frikës që Allahu azza wa jall për ban obligim, për ban farz namazin e taravive. S'ka dalë Rasuli alayhi salam. Edhe ka me çështja taravive kështu. Domethënë, njerëzit ju në falë në xhamit Rasulit alayhi salam, ju në falë në shtëpia, ju në falë veç a veç, ju në falë me grupe të vogla, deri në kohë të Omerit radiallahu anhu. Është hi Omer radiallahu anhu një herë në xhami. Edhe kur i ka pa musliman të falë ashtu, do vetën, do atje, do me një imam, do me një tjetër imam, i ka bashku Omer radiallahu anhu në 2 imama. E imami i parë i taravive u kanë këtë që e përmana sot, Ubej ibn Ka'b, lexuesi më i madh i muslimanëve. Elusum Allahun azza wa jall me na bë për atyne që sum po tham ba me sikur ta. Po tham mësojmë pe tyne edhe i dojmë ata, edhe i bajmë imamat ton, prirsa ton ndin ata. Elusum Allahun azza wa jall me na bë për muslimanëve të mirë.